تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Çdo falënderimi takon Allahu subhanahu wa taala. Atë e falenderojmë dhe prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahu dhul xhelal të na mbrojë nga të keqijat e vetes dhe veprave tona të liga. Këdo që Allahu zon në rrugë të drejtë, askush nuk ka mundësi ta devijojë. Dhe këdo që Allahu dhul xhelal e devijon, askush nuk ka mundësi ta udhëzojë. Dëshmojmë dhe deklarojmë se Allah është i vetmi që meriton të adhurohet, nuk i bëhet shok atij. Gjithashtu dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij. Salavat dhe selame qofshin mbi të, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij besnik dhe mbi të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër xhamatli, e këshilloj veten dhe ju të jemi të devotshëm dhe t'ja kemi frikën Allahut subhanahu wa taala, duke i kryer obligimet që i kemi karshi Allahut dhe duke u larguar nga ndalesat të cilat na ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala, për faktin se devotshmëria apo takvalloku është shpëtim për besimtarin si në këtë botë, si në botën tjetër. Ja pra e përcollëm muajin e bekuar, muajin Ramazan, muajin e faljes. Mirë po, kjo është ligji i Allahut dhul xhelal në raport me adhurimet. Namazin e kemi adhurim të përditshëm, që shkëputja mes robit dhe Allahut mos të ndodhë, por të jetë robi i lidhur çdo herë me Allahun subhanahu wa taala. E kemi zekatin dhe agjërimin, një adhurim vjetor për t'i pastruar shpirtrat dhe pasuritë tona. Gjithashtu e kemi haxhin, një adhurim jetësor, një herë në jetë për atë i cili ka mundësi materiale dhe financiare. Lumë për ata të cilët agjëruan muajin Ramazan me besim dhe shpresë tek Allahu subhanahu wa taala. Lumë për ata të cilëve Allahu dhul xhelal ja ka fal mëkatet dhe i ka liruar nga zjarri i xhenemit, dhe mirë për ata të cilët nuk kanë agjëruar dhe kanë dalë nga ky muaj i bekuar i Ramazanit, mirë po me mëkate të shumta. Të parët tanë të nderuar vëllezër, selefët adhuronin Allahun dhul xhelal shumë. Mirë po, megjithatë kishin frikë nga pranimi i veprave, ndërsa ne ndoshta pak e adhurojmë Allahun subhanahu wa taala dhe ndihemi të sigurt dhe ndihemi rahat. Të nderuar vëllezër, dietarët islam i kanë përmend shenjat e pranimit të muajit Ramazan. Shenja e parë është frika nga mospranimi i veprave. Vetë frika nga mospranimi i veprave është shenjë se Allahu dhul xhelal ja pranon besimtarëve agjërimin. Nga se Allahu dhul xhelal ka thënë inna ma yataqabbalu Allahu min al-muttaqin. Me të vërtetë Allahu i pranon veprat nga ata të cilët janë të devotshëm. Shenja e dytë është vazhdimësia në vepra të mira. Besimtari e ka adhuruar Allahun edhe në Ramazan, mirë po adhuron Allahun edhe në muaj të tjerë. Fal namaz, agjëron, lexon Kur'an, bën dhikr dhe kështu me radhë. Shenja e tretë është besimtari t'i doj adhurimet dhe t'i urrej veprat e këqija, t'i urrej mëkatet. Nga se kështu besimtari e tregon para Allah subhanahu wa taala se ka adhuruar Allahun dhul xhelal sinqerisht në muajin Ramazan dhe Allah ja ka pranuar muajin Ramazan.
Shenja e katërt, të nderuar vëllezër, është mos mburrja me veprat e pakta të cilat ja kemi kushtuar Allahut dhul xhelal. Fala tuzakku anfusakum. Allahu ka thënë, mos e lavdëroni veten, mos e pastroni veten. Allahu e din kush është i devotshëm. Sado që Allahun e adhurojsh, ajo është e paktë. Allah meriton më shumë. Andaj mos e lavdëroni veten. Shenja 5 është që t'i përjetojmë adhurimet, të kënaqemi me namaz, të kënaqemi me dhikr, të kënaqemi me lexim të Kuranit. Shenja e 6 është të bëjmë adhurime të fshehta, ku nuk na sheh askush posa Allahu dhul xhelal. Kështu ja dëshmon Allahut se ti e don Allahun dhul xhelal dhe kjo është shenjë se Allahu ta ka pranuar agjerimin. Dhe shenja e 7 është që të pendohemi dhe të bëjmë istighfar. Kërkim falje nga Allahu subhanahu wa taala për mëkatet të cilat i kemi bërë dhe për mangësitë të cilat i kemi në adhurimet të cilat ja kushtojmë Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun na pranoj agjerimin dhe adhurimet të cilat i kemi bërë gjatë muajit Ramazan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahun e falenderojmë, salavatet dhe selamet ja dërgojmë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar besimtar, mos mendoni se me përfundimin e muajit Ramazan ka përfunduar adhurimi. Jo, besimtari e adhuron Allahun gjatë tërë vitit. Allahu dhul xhelal po i thot krijesës më të ndershme, ati i cili adhuroi Allahun më së shumti, Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroi Allahun derisa të vi vdekja. Andaj edhe ne duhet të adhurojmë Allahun asa kemi jetë. Kështu pra besimtarët e vërtet adhurojnë Allahun subhanahu wa taala asa kanë jetë. Tani jemi në ditë feste, ditë bajrami, ku gëzohemi për adhurimet të cilat ja kemi kushtuar Allahut dhul xhelal, dhe kjo është ligji i Allahut që i shpërblen besimtarët. Janë lodh një muaj të tërë, ja tash e keni agjerim dhe festoni. Andaj nga nesër të nderuar vëllezër, meqense se jemi në muajin Shawwal, mund t'i agjerojmë 6 ditët për të cilat profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men sama Ramadana thumma atba'ahu 6 min Shawwal kana ka siyami ad-dahr." Ati që agjeron muajin Ramazan, pastaj e pason me 6 ditë të muajit Shawwal, i llogaritet sikur të ketë agjeruar tërë vitin. Këto 6 ditë mund t'i agjerojmë në gjitmas, mund t'i agjerojmë një ditë po, një ditë jo, mund t'i agjerojmë të hënave dhe të ejtëve dhe kështu me radhë. Njëkohësisht, agjerimi këtyre ditëve është për shenjave se Allahu na ka pranuar agjerimin që ja kemi kushtuar Allahut subhanahu wa taala. Elusim Allahun dhul xhelal na pranoj adhurimet të cilat i kemi bërë. Elusim Allahun dhul xhelal na i fal mëkatet. Elusim Allahun dhul xhelal të mëshiroj të vdekurit tanë, të ndihmoj besimtarëve kudo që janë nëpër botë. Aqimus salat, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi, ya'idhukum la'allakum tadhakkarun.